u hapën grup kapituet për atë që quhet Agenda e Gjelbër. Dhe çfarë do diskutohet aty? Do diskutohet për mbetjet. Ndërkohë që qeveria shqiptare e ndryshoi strategjinë kombëtare që kishte si përparësi të vetën riciklimin e mbetjeve, shkoi dhe bëri një aferë korruptive si ajo incineratorëve, të cilat na kanë kushtuar 440 milion euro, dhe këtë do duhet ta kthejmë mbrapsht dhe të rikthehet përsëri aty ku ishte fillimisht tek riciklimi i mbetjeve. Çfarë do të flasim tjetër? Ato për shembull mbetjet që u dogjën në fushë të hapur, në Vlorë apo në Elbasan, ato nuk do duhet të ndodhin më kurrë. Dhe nëse jo vetëm që ka ndodhur, po nëse ndodhin përsëri në të ardhmen, atëherë Shqipëria mund të marrë penalitete shumë të rënda. Këto gjëra diskutohen në negociata dypaqe. Do diskutohet për efektin që kanë Tigrat 1 dhe 3 në Vlorë, që ndosin ambientin. Diskutohet se si për shembull ari në Tiranë është 18 herë më i lartë se norma dhe masa që do duhet marrë qeveria shqiptare, bashkitë e kështu me radhë. Do diskutohet për mbetjet dhe ato mbeturinat që hidhen dhe që mund të gjen shlet në grupderdhjen e Ishmit. Kroacia për shembull është një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ka ngritur me të madhe problemin e mbetjeve në Shqipëri, pasi të gjitha mbeturinat përfundojnë në detin e Kroacisë. Po, lundrojnë deri atje, po. Lundrojnë deri atje, mirë po atje shkakton një katastrofë vërtet ekologjike, po që ka pasoja edhe për peshqit edhe botën e gjallë në ujore atje dhe pasojat të tjera të lidhura me të. Pra këto janë gjërat për cilat do diskutohet dhe nuk do të marrë duart rokitje qeveria shqiptare, por do të marrë një listë detyrash që do duhet t'i plotësojë. Fatkeqësisht, pavarësisht se Shqipëria tash i ka hapur një numër shumë të madh grup kapitush, ne nuk kemi parë asnjë qasje serioze nga qeveria kjo është çështja në fakt. Për të shkuar në negociata seriozisht. Sepse Përkundrazi, çfarë kemi parë ne? Ne kemi parë një katastrofë në sigurinë ushqimore. Ajo prek jetën e çdo qytetari shqiptar, se në fund të ditës integrimi në BE do të thotë, kemi thënë kaq herë, por le ta përsërisim, që jeta e qytetarit shqiptar duhet bëhet më e sigurt dhe të ketë të njëjtin standard si në çdo vend anëtar të Bashkimit Evropian. Por ne vetëm këto muaj kemi parë se si ushqimet që ne vendryes, fruta perimet, kanë qenë me nivel shumë të lartë pesticidesh. Kemi parë pulën me salmonel, kemi parë qumshtin e skaduar, po patëm murtajën e baktive dhe një pjesë e këtyre baktive erdhën deri në tryezat e shqiptarëve. Dhe këto gjëra nuk duhet të ndodhin, kurse si dhe aq më pak për një vend që aspiron të antarësohet në BE, nëse këto do të ndodhin, Shqipëria pastaj do t'i nënshtrohej disa gjobave shumë të mëdha, edhe disa dënimeve spektakolare, po që në fund ditës do merreshin dhe masa ndaj institucioneve, ndaj tregtarëve, ndaj bujqve, blegtorëve e kështu me radhë. Kjo është çështja në fakt,